Nuk e dim. Unë s'jam i sigurt kur blemish. Du të me njohë babam dhe këtë du të me njohë kasapin. Se mos e njohësh kasapin, mund të tulli farë mishi me tushit. Keq ato produkte që i blejna, është për një me që standardi është keq, s'po thëmë që so duf me bo, por ka pas mënyrë tjetër e jo me dal me një farë pompoziteti që qëtash kini me pona që kena me abo, kena me unë shilë kejtë fabrikat se ju një të e helmu popullin. Kjo krizë politike, a është Qëto janë problemet të cilat i shë? Prej stagnimit edhe problemet reale ekonomikë që kemi? Po, s'ka qare, se frustrimi vazhdon të urit, edhe këta diasporës që po vinë. Që janë, po mdo këtë ma nervos se... Na që balafaqomi... Edhe na që balafaqomi këto. Edhe ata kam presione. Po e ka një dhe në minë atje, po janë një largë venit vetë, du të me që më ardhë. Unë e po foli me këta diasporin që janë ardhë. Gjdo herë ma pak e ma pak. Gjdo herë ma shkurt e ma shkurt. Pushimet ka një javë, 3 ditë në Kosovë, 3 ditë pak Shqipni në deti, një ditë mi alon na i pare familjes vetë, e na jena tu ishti me ardhë 3 vjetë për me votu. Apo kuptën? Po ishti me ardhë, hajden dhëtorë se kime votu, hajden qërshorë se kime votu, hajden dhëtorë se u bo qështu me rëndësi, e nuk e shohen që po na hen një krizë shumë ma madhe ekonomike. Po vla dhe ekspertat ekonomisë, kena po nuk kena qatë shumë. Fol një bre për qëto punë, hajde me tim lidhëm se për politikë s'po n'angojnë. Nuk jenë të n'angu. Hajë se thirë se onësës s'janin, edhe opozita pak jo konsistente në që se po menon që jo shkirë kushtuta, mos shko më heq atje në kuvend, ose shko në kuvend, barikado, shële me zingjire, dhe thuj, bile kuvendin një ato e mbrojt, apo më kuptan. Nuk po du më konë akter politik në to, po për mu nuk është e befasishme kjo. Nashta që kjo krizë, që të veprime të vetë vendosis kanë me shti, opozitën më unifiku. A beson të unifikime dhe të ndërtim? Ku lumirë është Abdigjiku? Ku është? Nesër kishtë thirë deputet e shumë cili kam në qenë vendimi i radhë cilë dhe kësën këtë këto zhvillimet fundit politike. Metët më pa? Da ty si pam, dhe më thonë. Jo, sot jo. A janë të negociu hala? S'po di, s'po besoj. Jo, s'ka negociata. Shkon më konë transparente për kjo punë? Jo, nuk ka ma negociata. O për folë që në bazë burimeve të ndryshme, si zoti kur ju ka drejtu prap ftesat gjithë liderve politikë. Qëre, unë menajnë që se këta nuk pedojnë dhe po menojnë që qeveria dhe kuvendi i takon lëvizve të ndosi. Let janë nisin mi dhonë do amna, që me abo kostën lëvizve të ndosi, ma të madhe për mos me pranu. Shpen. Apo më kuptan? Unë e mas se këta ka thonë, na po dojmë drejten me propozu amnin. DDK-ja. Na po dojmë drejten. Edhe vetë vendosja po thotë, okej, drejten po nuk menoj që ju takon juve, mu koni LDK-s. Që se dojnë LDK, let ja bojnë so emna të cilat do t'ishte vështirë me i refuzu. Në që se po menojnë, që këj ka votat për qeveri dhe për kuvend. Kuvend. Shpen. Menoj që është qëre, përgjësia ma e madhe i takon subjektit fitus. Definitivisht. Shpen, di kemi dikun edhe një minut, edhe di si deri ku me përfundu sezonin premten, edhe tek kur bat një mujdit, po vrejt që ka zhvillimin dhe sa 3 herën tjetë plashtë rëbytin. Kur po shumë këshim? Në mas nesër, koftë kisme. Mos po këthejesh ma shpejt. Ja, s'po besoj. Pikrisht dhe kemi të ashtë rëbytin. Ty pa zhvillimet të funit. Të i vlerësu që ke qenë koinsistent në gjitha qëndrimet e tua deri në këto momente dhe fatkesisht po thomë, e kena situatën sfarë, e kemi që e ke pas një farë vizion edhe ke para po deri ku po vjen. A menon që kena me dalë piksoj, apo që shumë ke thonë para një mujdite, o kena me pas president, o kemi me shku në zjedhje? Ska tjetër. Një gjë që është të rëndësishme që se përmenëm është 16 shtaturi. Vendimi gjykatës. Vendimi gjykatës Hagës, së donë menoj që është shumë racionale, me menu që lëvizja të ndosë dhe Albin Kurti po e presin edhe atë vendim. Edhe nuk pret zgjedhje, nuk pret vendime, zblokim të kuvendit, qeverisë? Dhe atëhera, ja. Pse pe pret Albini atë vendim? Menoj që, nuk menoj që tutët që tash ata e mujnë, por qëfar do koalicionit që bëhet para se me upa që a i vendim është koalicion i bresht. I bresht. Shpend, unë të falem shumë. Që se para menon, që se hin me LDK-n, në qitë koalicionin e bresht me a janë të edhe të asjen, dhe lirohen ata. Që po shpresoj. Sa është i qëndrushëm që i koalicion si pas të e? Zëm po palë. I këna pas qëndrimet. Shpend, ishte këna simit pas të tje falenderit. Edhe njëherë, po e thamë, 16 shtatorin, po shpresoj që nuk po e shohim veç si formul në këtë krizën politike, është tepër me rëndësi
për Republikën e Kosovës vendimi 16. Shpend, faleminderit shumë për konsideratin. Faleminderit si gjithmonë. Faleminderit shumë. Kjo është dekret se për emisionit për sonte. Ju uroj natë mirë, natë mira, ju lo takim pra nesër. Deri nesër u pafshim për të mira. Natën e mirë.